Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dy dhunti shumica e njerëzve hiç vlerësojnë ato. Ato janë as-sihhatu wal faragh, shëndeti dhe koha e lirë. Janë dhunti që kanë vlerë, kanë peshë, kanë rëndësi. Mirë për njerëzit ish përfillin ato. Nuk u japin rëndësinë e duhur. Nuk u japin vlerën që u takon. E tani, për shembull, koha e lirë. Tash pas sabahut, shumica e njerëzve që kanë falë sabahun kanë rënë me fjetë. Normalisht se gjumi është i rëndësishëm dhe njeriu fiton nga gjumi, por gjumi e ka kohën e vet. E koha më e mirë e gjumit është fillimi i natës. Edhe me agimin e mëngjesit fillon dita. Dhe kjo kohë duhet shfizohet në gjëra më të dobishme dhe më të vlefshme dhe më të mira se sa gjumi. Mjafton që në mëngjesin e hershëm është bereqeti, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para. E dyta është shëndeti. Kur e ka njeriu shëndetin sa është i ri, nuk ja di vlerën. Nuk e shfryzon edhe nuk e ruan atë. E kur i bën do vjet, edhe fillon t'i paksohet shëndeti e t'i humbet ai, atëherë ja kupton vlerën, për ndoshta bëhet vonë. Edhe andaj ky hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tenton me na vetëdijsu, me na e bë të qartë se shfryzoje kohën e lirë, mbushe me angazhime dhe aktivitete, Allahu i madhishëm t'jep sukses dhe bereqet. Një. E dyta, shfryzoje shëndetin se e ki për veprat mira, Allahu ta mbush jetën me veprat mira, të cilat gjithashtu t'japin shëndet, sukses dhe bereqet. Por edhe kur fillon me t'u paksue shëndeti, edhe me humba të, fillo edhe kujdesu për te, duke rregullu ushqimin tanë dhe duke u kujdes për aktivitetin fizik të ndin. Se këto padyshim të ndihmojnë për me rregullu shëndetin tanë. Kështu që pas sabahut del në mal, ec, edhe shfryzon kohën për dhikr e dua, edhe për aktivitet fizik që t'jep shëndet, bo i tillë inshallah taala.